Një surprizur nuk jetë. Pritja e rënies së kurtit ka qenë aty, për shkak se nuk ka pas nevojë të angazhohet askush të rrënoj sistemin politik që ai po përpiqet të impononte dhe ndërtonte. Çdo ideologji që konsiderohet si çark i mbyllurit menduarit, në fund është viktim e mekanizmave që veti prodhon. Kështu që edhe zoti Kurti ishte tërësisht një koncept ideologjik që erdhi në pushtet në format e dini dhe vetë, domethënë përmes sakrificimit të jetëve të njerëzve, përmes rrënimit të gjithçka që ishte ndërtuar, gjykimit si të gabuar dhe shkatrim të 20 viteve, ku hyn edhe pavarësia dhe institucionet edhe gjithë mozaiku i shtetit, dialogu, marrëveshje e tjera, dhe tani në këtë koncept vetin të ndërtuarit një regjimi, po shifet se ka atë që kemi gjykuar që nga fillimi, jo vetëm ne, por edhe aleatët ndërkombëtar, se ka qenë një vizion i gabuar dhe se është një diçka që nuk e duron më trupi i shëndosh apo i ri i Kosovës, sepse jemi vendi që kemi vujt me shekuj nga totalitarizmi, për regjimet autokratike, nga dhuna e tjera tjera. Kështu që ka mujt se cili mundet njëherë të mashtrojë një popull, ndoshta edhe 2, ndoshta edhe 3, po jo 3 jetën. Dhe tani qytetari me votë tregoj se fundi i regjimit të Kurtit është i pandalshëm, rënja e Kurtit është e pandalshme. Dhe këto zgjedhje kanë treguar një moment historik në kthesën politike, transition, se duhet patjetër të shkohet në zgjedhje të reja edhe nacionale. Fakti që ka shumë ballotazhe tregon se qytetarët janë të pakënaqur, jo vetëm këtu me pozitën, po dihet se por nuk kanë ndonjë mbështetje bashkështu ekskluzive as për opozitën. Pse ja duhet kërkuar në analizat që duhet bëjë secili subjekt politik dhe ta shohë se cili është kursi që po ndjek, sa është satisfaksionues për qytetarin dhe sa përmbush pritjet e tij. Për Kurtin dhe kursin politik që kanë ndjekur në qeverisje. Pra, qoftë varfrimi i skajshëm, qoftë vrasja e shpresës dhe ikja masive të rive, qoftë acarimi i raporteve me aleatët që na mbështeten edhe të arrijmë lirin dhe të bëjmë shtetin dhe që garantojnë ekzistencën tonë, siç janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe ka sjell vendin, imagjino vendin më të varfër, më të pazhvilluar në rajon, e ka sjell në situatë që të vetë në sanksione pikërisht të aleatëve që ndihmuan të ketë lirinë dhe të ekzistojë. Pra jemi në sanksionet Bashkimit Evropian në Union, masat sanksionuese që janë vendosura, dhe jemi që mblokojnë çdo mundësi të çfarëdo financimi e investimi e mbështetje, edhe me këto buxhetet që po alokohen e këto që ishte kjo grupi këtyre të mbjetuarve të Sorosit në Tiranë, takimi Berdobrioneve. Edhe ato fonde janë pa alokueshme për Kosovën sepse është shtet në masa sanksionuese BE-s, por tani jemi në sanksione ekonomike, që po quhen me elegancë dhe ndërprerje apo pezullimi i dialogut strategjik, por që në faktikisht janë sanksione edhe në fushën e ekonomisë së zhvillimit, edhe sigurisë dhe mbrojtjes, edhe në fushën e arsimit dhe shkencës, edhe në qeverisë dhe sundimit të ligjit, të gjitha fushat kyçe që përbëjnë shtetin dhe funksionimin e tij, jemi të sanksionuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. E unë mendoj se kjo është shkaku më i madh dhe kryesor, alarmi që kombëtar që e kam thujtur që duhet ngritet, se ky njeri është rrezik për koekzistencën dhe për të ardhmen e Kosovës. Prandaj edhe vota që patin në këto zgjedhje është tregues se Kurti në rënja e tij është e pandalshme, se tani më shqiptarët duhet të përcaktohen që të shkojnë në zgjedhje të reja edhe tendencat për të nxjerrë çfarëdo qeverie nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Nuk do ta ketë legitimitetin politik, as moral për të udhëhequr me institucionet. Nuk e ka as kredibilitetin dhe as besimin nominimi i Kurtit për kryeministër, as në partnerët evropian e me thekë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që kjo për neve është një sinjal se duhet të bëjmë kthesën e madhe dhe ta kthejmë Kosovën, ta shpëtojmë Kosovën duke e kthyer prapë në binart e aleancës që kemi pas me BE-n dhe me SBA. Ballotazhet janë tregues i pakënaqësisë së qytetarëve. Numri i komunave që i kanë marrë të gjitha partitë, me theks kjo Kurtit, domethënë pa ballotazh. Kurti ka disa komuna periferike,
pa në ndikim fuqishëm qoftë financiar apo qoftë determinues në organizimin administrativ të shtetit. Pra janë komunat vogla që nuk nënshmohen për ka rëndësia dhe për kujdesi shtetëror dhe institucional, por që nuk kanë në impakt madh. Kurse Partia Demokratike është quhet për komunat e mëdha, siç janë Prizreni, siç janë Mitrovica, siç janë disa komuna që i mbajnë fuqishëm dhe unë mendoj se pasi të zbardhët keq përdorimi i votës, do ta shihni se këto janë pa kontestueshme. Por çka kemi këtu një gabim të madh. Lidhja Demokratike, zoti Abdigjiku, i dëmtoi të gjithë garuesit e tij, kandidatët për asamblet apo kryetar komunash me votimin e Rashiqit 2 ditë para zgjedhjeve. Kjo ishte një veprim që i ka dëmtuar pa mos, sepse është një parti dhe lider që ka mbajtur qëndrim kundër çdo propozimi dhe çdo emri dhe çdo tutadiun në raport me lëvizjen vetëvendosje. Kjo kthesë është një paralajmërim e burgji që kam bërë edhe unë vetë se dyshojnë në një marrëveshje, e kjo marrëveshje ka të bëjë me atë se Kurti ka interesim që të mbajnë kryt partive opozitare apo partive spektrit tjetër, se ta s'kemi ende opozit, të mbaj disa lider me të cilët mendon pastaj t'i kthej në kupulla elektorale dhe t'i mund sa herë doj, pra një formulë të Edi Ramës në Tiranë. Dhe ne si Parti Demokratike, nëse futem në komentimin e këtyre zgjedhjeve, patëm edhe ne një shkarje në raport me zotin Ladrovsin dhe zgjedhjet në Drena. Pra, megjithëse ishte personazh mjaft simpatik. Strukturës partijake, pa mbështetje, bile edhe me qëndrime kundër tij, arriti që jo vetëm ta lërë vetëvendosin në 4%, por edhe t'i fitoj me pa ballotazh, domethënë me rundën e parë zgjedhjet. Dhe kjo ishte një analizë, mendoj se do të jetë tema që duhet ta kemi në kryesinë, mbledhjen e urgjente që duhet ta ketë kryesia e partisë, temën kryesore ta ketë rastin e Drenasit, dhe të jetë kjo si mësim i nxjerrur për gjitha komunat tjera. E kuptoj, jo thjesht për ta mbyllur me këtë çështje të parë, zoti Ladrovci ishte, ju e dini vetë analizën e brendshme të partisë absolutisht, por e parë nga jashtë, sidomos nga jashtë fare nga ne këtu, ishte një fenomen shumë simpatik, me thënë të drejtën. Tash nuk e di si janë çështjet e brendshme, po e parë nga jashtë, po e them kështu. Po ai shife, ka dikun 6 radhë, domethënë për 6 vite, ai merr çmime ndërkombëtare për transparencë, për punë. Tani, u munduan të krijojnë ashtu mirë, por kjo është e vërtetë. Ndoshta nuk është elekuencë sa duhet, ndoshta nuk e ka. Po ndoshta kjo është pika e fortë. Të nivelit kështu akademik edhe të pakuptueshëm. Por ai flet me zemër, ai udhëheq. Kjo është pika e fortë, pikërisht. Pra, sot në Kosovë, kur kërkuan të tillë lider që janë tafërt me popullin, që flasin me gjuhën e atij populli dhe që i kuptojnë dhe flasin me gjuhën e nevojat të atyre njerëzve. Dhe Ladrovci realizoi pikërisht edhe u pasi një leksion i mirë për gjithë tjerë. Një çështje e dytë që dua të diskutojmë me zgjedhjet ka të bëjë me akuzat e zotit Kurti për ndërhyrje nga ana e Serbisë në zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe për manipulimin e tyre ose përpjekjen për të ndryshuar rezultatin, po themi, në kutitë e votimit të forma të ndryshme. Ai i referohet për shembull çështjes së exit polleve, të cilat gabimisht nxorën në përfundim të votimeve një diferencë, po them sidomos të Mitrovic me 16 pikë përqindje, e cila në fakt rezultoi rreshme sepse të dy kandidatët janë në balotazh në Mitrovic dhe do të përballen prapë në datën 9 nëntor. Nga ana tjetër, po themi, zëra pranë zotit Kurti janë referuar disa rezultateve në disa komuna ku ka komunitet serb, sipas të cilëve, referuar shifrave të KQZ-s, serbët kanë votuar për partitë opozitare, pra për LDK-n ose për PDK-n. Si ju përgjigjen ju këtyre akuzave, se në fakt janë të rënda, me thënë drejtën? Albin Kurti është frym dhe edukim majtist, neokomunist, diktatorial, dhe se Kosova nuk e rrit diktatorë, nuk e hanë, se është trup që e qëtë jashtë, çdo të kjeshe që ka, dhe së mund të rritet, por tendencat autokratike i ka shfaqur hapur. Si tillë, mekanizmat kryesor që i karakterizojnë liderët e tillë autokrat, siç është Kurti, janë propaganda. Dhe përmes kësaj, diskreditimi, linçimi, fyrja, degradimi edhe individëve, edhe i subjektëve, por edhe çdo fenomeni brenda një
shoqërie. Këtë e kanë përjetuar më së miri ti e moshë e re, por e kanë përjetuar Shqipëria. Dhe e din mirë se ç'është propaganda, ç'është ajo logjika e friksimit të qytetarit në raport me shtetin dhe pushtetin, e krijimit të ndjesisë se shteti dhe pushtetin e ka kudo, krijimi i armiqve të brendshëm. Ju e keni pa në deklarimet e tij i bën opozit vetvetes. Tërkohën i ka bërë opozit vetvetes. Tërkohën ka shpikë armiq imagjinar, armiq që vinë nga brenda, po edhe që nga vinë nga jashtë, që bashkëpunojnë bashkë dhe kundër tij, sepse ky është trumbullari rreth cilit sillet shpëtimi i kombit të tarmës së tjetër. Por kjo është e paqëndrueshme. Kjo është thjesht dogm. Ky u mundua të krijoj atë ndërhyrjen nga jashtë, serbo-ruse e të tjera. Po mirë, cili është veprimi dhe investimi i tij në mekanizmat institucional për ta ruajtur transparencën dhe mbrojtur shtetin nga këto mekanizma? Çfarë investimi bëri? Në vend të kësaj, ndërtoi një qendër informative brenda partisë së tij, që ka investuar hiç më pak se 26 milion euro. Ku rrinë ato kinezë të Facebookut dhe diskreditojnë, relativizojnë çdo gjë që e godet kurtin dhe konceptin e tij të udhëheqjes. Pra, kjo është logjika me të cilën udhëhiqet ky. Kështu që edhe kjo tendencë është thjesht dhe vetëm tregues i frikës të cilën dëshiron ta përcjellë edhe tek qytetari se ne kemi një rrezik nga jashtë, armiku i jashtëm që na pretendon Serbinë e Rusinë, e që janë armiqë, por jo në dimensionin që ka thëtë ky, dhe një ka dhe disa armiqë brendshëm me cilët na qenë kanë ata, bashkëpunëtorët e tyre, Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Armërinë e Kosovës, dhe kush e përbën këto parti, Lidhja Demokratike që ka ndërtuar vizionin e një shtetit pavarur të Kosovës. Partia Demokratike që ka ndërtuar e ka implementuar edhe në aspektin politik edhe ushtarak këtë vizion. Aleanca që po udhëheqet nga një lider që pa marrë parasysh dimensionin politik është heroik i kombi, heroi gjallë. Prandaj është nonsens. Kjo është këtë mund ta pranojnë vetëm ata që kanë një tru Zinao, si ka qenë ajo shplarja e trujit në kohën e Mao Zedongit atje për të shtyr gjithë në Partinë Komuniste. Pra vetëm trushplarët e tij mund ta besojnë apo siç i cilëson ky, edhe po më duket ngaherë ka pak të drejtë, por megjithëse kanë filluar me marr disa diploma do doktoraturë në fill, i quhen analfabet funksional, a kupton. Pra, këto tendenca, shifë ne kishim paralajmërim edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që këta e quajtën ndërhyrje në politikën e brendshme të Kosovës. Imagjino deri ku shkon ignoranca atyre. Do të thonë, bën vrejtje, se me këto veprime, Kurti po rrezikon demokracinë, po rrezikon frymën demokratike, institucionet e shtetit, këta e marrin si ndërhyrje në politikën e brendshme. Jo, këto paralajmërime të SBA-ve janë përkujtuese, ju do të orientoheni drejt zhvillimit të demokracisë, drejt zhvillimit të ndihmit ligjit dhe ndërtimit të rrugës të partneriteteve që është jetike për ne. Më shumë se sa këto aleancat e karakterit soroist që ende janë testuar në terren, gjoja ushtarake të fabrikave tona për këtë diune. Ne kemi këto partneritete ndërkombëtare strategjike për mbijetesën në rajon. Para se të shkojmë tek protesta e UÇK-s dhe i gjithë fundit në vazhdimin e këtyre zgjedhjeve për ta përmbyllur, duket se serbët pas kanë dalë më të fituarit. Pra partia e cila ka më shumë komuna pa balotazh në këto zgjedhje deri tani është Lista Serbe. Kjo është e kuptueshme, sepse në një pjesë të madhe të komunave ata janë shumicë dhe nuk është ndonjë surprizë, ndonjë e papritur. Por ama ai numri 9 komuna vret, me thënë të drejtën, kur e shef në pamje të parë. Se si duket? Dale tani, shëfe. Ne kemi pas atë procesin e decentralizimit dhe të formimit të komunave pilot, të cilat i kërkonin serbët gjëja për të jetuar, të akomoduar brenda një asacioni që mund ta kenë, të pa ndikuar apo ku ta dinë ndonjë presioni që ata imagjinojnë që mundohen ta interpretojnë. Edhe pse në marrëveshjen e Washingtonit pikën 3 e ketë të theksuar se të drejtat e komuniteteve dhe qytetarëve të Kosovës akomodohen shumë mirë në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Pra nuk qëndron kjo. Mirë po, i krijuan disa komuna dhe e dini çfarë komune janë këto? Po. Të gjitha bashkë nuk e bëjnë komunën ose bashkinë e Torvojës. Aq të mëdha janë, domethënë. Aq të mëdha janë. Pra, secili fshat që ju atje quani komunë, komunën e quani bashki, pra secili fshat dhe komunë e Shqipërisë, një bashki në Shqipëri, përbën një komunë serbe. E kuptoj. Po. Që të thotë, vërtet janë 9 komuna,
po që në realitet janë 9 fshatra, heq komunat veriore, Katër të mëdhat, po. Mitrovica, Veriu të tjera, që kanë një format të komunave. Të tjerat janë fshatra që i kanë shndërruar në komuna, është dhënë kjo liri përmes ligjit, mirë po në fakt ato nuk mund bjetojnë, as nuk mund funksionojnë si komuna, sepse janë fshatra, janë komunat e juja atje.